Artistja e madhe dhe këngëtarja në fakt shumë e dashur për publikun shqiptar, Violeta Kukaj, kohën e fundit dhe sidomos pas fillimit të Big Brother VIP Albania 5 është në qendër të vëmendjes për faktin sepse Mal Ret Koceri, personazhi I cili është brenda këtij formatit, është djali I këngëtares dhe I artistes shqiptare Violeta Kukaj. Violeta Kukaj nuk është se ka ndarë shumë fotografi me Malin, gjithmonë fotografitë e saj në rrjetet sociale, në Instagram kanë qenë më së shumti me vajzën e saj, me Njomzën, sepse ndoshta I ka lidhur dhe më së shumti profesioni, ndoshta I ka lidhur edhe afërsia që një nënë dhe një vajzë ka në këtë mes, por Violeta Kukaj nuk do ta linte djalin e saj pa I dhënë një suport, pa e mbështetur dhe pa I qëndruar afër në momentet kur ai ka më së shumti nevojë tani që është në sfidën më të madhe në Big Brother VIP Albania. Djali I këngëtares së njohur Violeta Kukaj, Mal Ret Koceri, ka bërë hapin e tij të madh dhe është bërë pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Lajmi ka ngjallur me një herë reagime të shumta dhe shumë nga fansat të cilët mezi prisnin të ndjekin lojën e tij brenda shtëpisë më të famshme të Shqipërisë. Violeta Kukaj nuk ka kursyer në asnjë mënyrë mbështetjen për djalin e saj. Në një video të shpërndarë në TikTok, ajo I ka uruar suksese në këtë rrugtim, suksese djali I Mal, ka thënë ajo. Shikuesit tashmë janë kurioz të shohin se si ai do ta përballojë sfidat dhe marrëdhëniet brenda asaj shtëpie. Ndërkaq Mali duket shumë premtues në këtë edicion, një karakter tepër interesant brenda kësaj shtëpisë. Tani duke e ditur që Violeta Kukaj ka një luftë të hapur me të nderuarën zonjën Eni Çobani. Mos vall, kjo është një luftë televizive që ka përzgjedhur televizioni Top Channel të bëj kundër drejt televizionit Klan, sepse Violeta, do me thënë, është përmendur disa herë në emisionin Shihemi në gjyq për një rast I cili u bë shumë popullor, pasi që Eni deklaroi edhe publikisht zonja Eni Çobani që pasuria e zonjës Violeta Kukaj Ret Koceri është e bllokuar dhe nuk mund të preket pasi që akuzoheshte nga kunatat e saj që Violeta ju ka marrur pasurinë. Violeta duket shumë e lumtur, duket shumë happy për këtë rrugtim të djalit të saj. Do të shohim në fakt se si do të shkojë rrugtimi I Malit. Deri më tani është një djalë që tregon shumë kulturë, është një djalë që tregon shumë pozitivitet, është një djalë që dhuron shumë energji të mirë dhe kjo energjia në fakt e bën një nga banorët më të përkëdhelur, le ta quajmë, të asaj shtëpie. Tani lindën pyetja, a e ndihmon fakti që do të jetë që është djali Violeta Kukaj dhe a do të ketë një bashkim të fansave edhe të Violetës edhe të Malit që Mali në këtë rast do të jetë shumë I suportuar. Dua të marr mendimin tuaj.